haxhin lam të merës. Ajo për shka e kemi lejmëru dhe dersin, ta vjen koha ku pejgamberi alayhi salatu wasallam me bo haxhin. Sa hoxha i ka bo pejgamberi alayhi salatu wasallam? Një. Kjo është i pari edhe i fundit. E pejgamberi alayhi salatu wasallam haxhi u bo obligim vitin e 9, tash ka haxhi vitin 10, edhe po bëhet gati për me shku në hax. S'ka, s'ban me shty. Pse vitin e 10 për ban haxhin pejgamberi alayhi salatu wasallam? Sepse mas haxhit pejgamberi alayhi salatu wasallam jeton edhe 3 muaj ose 4. E jeton dhe Dhul-Hijjën, çka mbetet për Dhul-Hijjës, e jeton muajin Muharram, muajin Safar, Rabiul Awwal vdes. Sikur do thonë heca. Deri që tash në akon bashkë, që tash s'jam ma une, për pja vlot dy gjona, që nëse kapëni për to, nuk keni me unë korë, thot librin Allahut të sunetin tim, në i transmetim librin Allahut edhe traditën e familjes time, sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot, jo keni mu pyet në ditën e gjykimit për mua, çka keni me thonë? Allahu kam ju pyet në ditën e gjykimit se a e kom qunë në vend emanetin që më ka thonë Allahu. Çka keni me thonë Allahut? Krejtë sahabët një zëri thëjnë, kena me thonë edhe kena me dëshmu se ti e ke qua emanetin në vend edhe e ke kry punën që shtuhet. Atëre ngrejgi ishtin lartë pejgamberi alayhi salatu wasallam. Thëtë Allahumma hal balagt, Allahumma hal balagt, Allahumma fashhad. O Allah, a e quvan men, a e krejva që ato që me kënë kërku. O Allah dëshma, o Allah dëshma. Edhe pa u largu për këti venit, zbret ajeti kuranor si pas një transmitimi, el-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sot e plotësova fein bukrin. Muhammed sallallahu alaihi wasallam e krejve ato që të kam dhënë. Edhe e plotësova fein, edhe ja u kompletova nimetet e minja dhe di çka pata më dhënë për juve që të vënë që prej shpallës jallash. Edhe jam i kënaqur që e kam zgjedhur që të islam për juve. Edhe sahabët u gëzon, u plotësu feja. Pejgamberi alayhi salatu wasallam erdhi dëshmia për Allahut se po e ke përcjellë emanetin.